Ti s'kishe kohë dhe përshkoj gjatë për të thënë 2 lape, e vazhdove, 98 të fundit tani, në falë. Ja, ishte do të them të fundit. Intervistën që bëra unë, janë pak njerëz të rrallë, mund t'jenë 200 që mund ta bëjnë, jo se po mburr veten. Të bëj një pyetje nga je. Unë nga Lushnja, Trabajani më zemër, ciao. Qa ka thënë Panoli për juve, Lushnjarët? Qa ka thënë Panoli për juve? Ta që pyetje direkt. Pyetje direkt. Qa na bën të lumtur ne shqiptarët? Si? Qa na bën të lumtur ne shqiptarët? Lumturia. Ata them shkurt? Trot. Shqeto fare. Ne jemi shumë të mirë, por nxjerrim në pa butalent. E nxjerrim edhe i reklamojmë shumë butalent, edhe jo të mirat. Kaq. Ne shqiptarët jemi një popull i mrekullueshëm, që bota tani po e kupton. Se kushem, bota sa vjen këtu, që si asë në Këshillën e Evropës, asë në atë, vjen këtu dhe shikon habite. Ne kemi lajme të këqija për shqiptarët, po shqiptarët nuk janë të këqij. Për 2 veta ti, heth 98 poshtë. Që s'ke punë, ma? Që s'ke më të bëtë? Unë kam brejtje për televizionet, për këto televizionet që i shërbejnë politikanëve rebel, politikanëve rukac, politikanëve të hajdut. Jo të keqen, mere popullën e thjeshtë. Ashtë regulluar Shqipëria, unë po të temë, kam qenë në Greqi, kam qenë në ato, i kam parë, në Danimarka, Shqipëria. Regulluar, Po, është, ta që 4 meta, sigurisht që 4 meta, por që Shqipëria ka ndrejtë, shiko që i ke nga gjithë bota, shiko që a bënë, nga gjithë bota i ke. E pse mos jemi të lumtur ne kur bota në ashtu, ne kemi pas kundërshtar francezët, ne kemi pas holandezët, fituam. Kemi pas holandezët, u bërë shepinato qaj. Kemi pas danezët, doli ajo, fituam prapë. Do më të në shiko, ne në kam mbështet Polonia, në kam mbështet gjitha këto që kam bajt, edhe themi ne, pse, Polonia e ti shumë mirë, se ne kemi pas marrëdhënie me Poloninë, por shqiptarët duhet të rregullojnë një gjë. Të mbledhin mendjen edhe mos shkonin mbas hajdutëve. Kaq. Kush është hajdut? Ka hajdut Shqipëri, valla, jemi. Jo, hajdut ka, po janë politikanët. Krye janë politikanët. Ata që vjedhin, ke takset e tua dhe të mjetë. Shiko, po të rrim pak të tema. Tham për qa na bën të lumtur në shqiptar. Besoj se pjesa dërmuese e shqiptarëve këtu janë temase të lumtur. Ja tash ne na bën të lumtur se jeni njerëz të mirë. Fakti që kemi një qeveri që fitoi bindshëm, do thotë që ne sot që flasim jemi temase të lumtur, apo jo? Jo, ne vlerësojmë punën. Edhe populli i thjesht e vlerëson punën, nuk vlerëson llafet. Edhe populli ka kuptuar tani. Ai që vërtet shumë për mirë, që thot unë të bëj këtë për 100 ditë, do të jap kaqe, do jap, se nga do gjë është merret vesh ajo. Jo, ka një gjë, Shqipëria u fundos, Shqipëria u fundos në urdhët e tij Saliçenit që duhet të ishte fut në burg, brenda, duhet të ishte atë, shkatroi me kanale Vaditës, kanali doli komunist, Pylli doli komunist, Ulliri doli komunist tani. Do më thëmë, po e kundërshtove Stalioni e komunist. S'ka pas komunizëm në Shqipëri, more. Kurrë? Ja, në 28 më gjojnë mua. Ajo partia komuniste ka qenë ilegalitet, edhe e këthën partia e punës. Edhe i thënë, antari partisë punës, jo antari partisë. Ashtë tjetër që thoshe, se po të futesh ke komunizmi, do të thotë komunitet. Komuniteti jetonit gjithë. Mirë po ne kishim utopi e që në të, ore një i shëndosh, ha një pull, një fëmi, ha një kopsh. Do më dhënë, tani ha pullën qitë. Jo, po se ha ke mosën e i vogël. Të që themre, jo, ha kopshën e i, se më te për pullën se ha do të i, se ha që ka. Do më thënë, ne kemi banalizuar. Bëthën e pullës nuk e ha do të. Po se, bëthën e haj i madhe. Jo, bishin e diti ku se ha. Bishin e haj pari, shfis. Se, ka blera ushimare, që do pillet. Po bëthën e pullës, ati ke bishi është. E pra, jo të ati. Kraroni ku se ha, kraroni e angrat. Si që tja, por e kraroni e angrat. Por që bëni këshu. Po si ka mundësi që kraroni që ka më shumë ish e angrat. Shiko, dhe gjom.
Josi Broz Tito ishte kroat. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër. Tito ishte kroat. Ishte kroat. Edhe kur i bon Titogradit, që e ka dëshuar emrin ajo tani, Podgorica, hante këtu ke demi, hante bidis të këtu ke shpatot lartë. Është një misht që shërben. Për shembull, qapa edhe koka ka 7 lloj mishash. Do më të hante blera ushqimore. Enveri Tito. Tito. Shoku Enveri. Tito. Enveri Ça hante Enveri? Kë kishte ushqim më të zgjedhur Enver Hoxha. E ven edhe i thot Ibrahim Bey i thot ty sa ky komunista atë ky gjota një shqiptar në Turqi bë 100.000 veta para një shqiptar në Shqipëri nuk e vën dot 100.000 doli realiteti doli Saliu gjoja Saliu që thot kodra mas brekut ja pot kodra mas brekut qatë fleta ai qartë thot atë që mërbesh e bajti atje në Maliqa dhe në vend ka ajo që do në nxitonte në vend të thoshe populli Maliqit kënetën do ta mbelli Panxar tha popull Panxari Maliqit aty iku populli la vetëm Saliun gjofti. Por çfarë ha ky Sali Berisha që është kaq energjik? Sali Berisha është i smur çik për mua ai kurosh në Austri që në kohën e Enverit. Po ai ka qenë doktor i Enverit, infermier. Doktor, nuk ka qenë doktor i Enverit, se ngatroni jo. Ai ka vajt ka isni kapo, 2, edhe ai meku tjetër isni kapo, që ishe nga Tropoja, e ka sharë mu ke ujstoni, si kalun gjithë Sali Berishës. Po, se Sali Berishën nuk e solli Rama, Aram Berisha, ba e solli Xhaxha i vetë, kam një nipta dhe e mori vajtin Marsit Madhe, vajtin Tropoj, edhe ku është e mori Saliun edhe. Po Saliu ka qenë ekstremist të Krishte Panallonët dhe tëre. Jo, Saliu të Krishte Panallonët. Për partinë e Enverit, për kë ishte ekstremist? Vajde, jo. Unë nuk po them. Sepse gabimi e Enverit për gjithë ata që na ndjekin, që ta bëjmë qartë për ata, për kë ishte ekstremist? Jo, është ekstremist, nga ekstremist. Qofti ma, qofti djatë. Do në t'ishte bindja e vetë. A i thot atë që them unë bëj. Je i mirë, po të zbato be ato. Si je i mirë, të brejt. Kush vriste më shumë, Enveri, Saliu apo Rama? Saliu ka pra më shumë. Po. Më shumë se Enveri? Po. Shiko. Ja, po të them unë, jo e ke gabim. Të gjitha ta të nuri politik atje, shumica janë përvrasje. E doli i persekutuar politik. Jo, persekutuar politik është që e potën prandaj po shkatuan. Që i tha Enverit kontra. I persekutuar politik nuk quhet kriminali. Kriminali është kriminal. Qoftë demokraci, qoftë komunizëm, qoftë në ato. Që bëtë ke punë? Që s'kjo mëre? Që diskutohet dhe vinë atë e dëgjon. Më bënë mua, ka marrë këta bileta autobusi, i themon atyre që ka marrë nga 3 diploma këta. Si që bënë gjyqtarë të plepa vetë. I morë nga rruga, mere pute këte, mere pute brënda, i bërë të aje bënë qërë dërshim nga ma. Dërshia do tjetë, e babarë dhe do tjetë. Ta që ka filluar rruga këne. Ka mangësi ka. Që shumë njerës do të bindën. Edhe të thonë, jo, e shkele ligjin, përgjigju. E shkele, ku do t'jesh? Ndashtë në qeveri, ndashtë në opozit. Sepse, ne po japim blera hajdutit. Pjapush hajdutit blera, do thot, edhe do thot. Një njeri që të shanë me libër shpije, e merë nga nëna, nga e motra, nga tjeta, aj nuk bëhet, aj nuk drejton shtetë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër.